Mesfushori i njohur i kombëtares së Zvicrës, Granit Xhaka, ka komentuar mundësitë teorike që Kosova ta mund kombëtaren helvete me rezultat të thellë 6-0 në përballjen e tyre, e cila do të luhet në Fadil Vokri të Prishtinës. Një rezultat ky i cili do të jepte Kosovës kualifikimin direkt në Kupën e Botës, duke zbritur Zvicrën në vendin e dytë. Edhe pse matematikisht skenari është i mundur, Xhaka nuk beson se një gjë e tillë mund të ndodhë, duke theksuar se diçka e tillë do të ishte faji i Zvicrës, më shumë se sa ndonjë mrekulli sportive nga ana e Kosovës. Zvicra aktualisht gjendet në një pozitë tepër komode në grup, me një këmbë tashmë në botror. Për të humbur kreun e tabelës, atyre do të duhet të pësonin një humbje katastrofike me 6 gola diferencë në Prishtinë, një skenar që në futbollin modern llogaritet jashtëzakonisht i pazakont, sidomos mes dy skuadrave që njihen për organizim dhe disiplinë. Kjo e bën ndeshjen jo vetëm të rëndësishme, por edhe simbolike, sidomos për lidhjet e veçanta emocionale që ekzistojnë midis shumë lojtarëve shqiptar të Zvicrës dhe vetë Kosovës. Xhaka, kapiteni i Zvicrës, i cili ka rënë shqiptare dhe ka qenë gjithmonë i respektuar si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, theksoi se pavarësisht ndjenjave të tij personale dhe lidhjes me publikun kosovar, ai dhe skuadra e tij janë të përgatitur që ta mbrojnë pozitën e tyre deri në fund. Në futboll kemi parë shumë gjëra, deklaroi ai, duke lënë të kuptohet se surprizat nuk janë të pamundura. Megjithatë, lojtari u shpreh qartë se Zvicra nuk dëshiron të jetë pjesë në një histori të lidhur, një histori që do të mund të kujtojë gjatë, si një nga dështimet më të mëdha të ekipit kombëtar. Nuk duam të bëjmë historinë, tha Xhaka me një ton të prerë në konferencën për shtyp. Ai shtoi se përpara se Kosova të shpresojë për kualifikim, duhet së pari ta mposhtë Zvicrën me diferencën e madhe të golave, gjë të cilën ai e quan praktikisht të pamundur nëse Zvicra bën detyrën. Nëse ata e menaxhojnë, atëherë është faji ynë, përfundoi ai duke nënvizuar se përgjegjësia do të jetë plotësisht e ekipit të tij nëse lejojnë të ndodhë një katastrofë e tillë sportive. Deklaratat e Xhakës u raportuan nga gazeta e njohur zvicerane Blick, e cila shpesh ka mbuluar me vëmendje të veçantë çdo zhvillim rreth lojtarëve me origjinë shqiptare në ekipin helvetik. Komentet e tij kanë ngjallur reagime të shumta si në Zvicër ashtu edhe në Kosovë, ku shumë tifozë kanë pritur fjalët e tij me mirëkuptim, ndërsa të tjerë i kanë parë si sfiduese. Megjithatë, pavarësisht toneve apo interpretimeve, një gjë mbetet e qartë. Xhaka ka dashur të theksojë se Zvicra nuk do të hyjë në fushë e pakujdesshme dhe nuk do të lërë asgjë në dorë të rastësisë apo fatit të Kosovës. Ai kërkon që ekipi i tij të jetë i fokusuar duke respektuar kundërshtarin, por edhe duke mbrojtur objektivat e veta.